Buqazimi. Dini historinë e opingave të buqazimit? Jo. Tregimi më i bukur që kam lexuar në jetë më. Lali, Po ku I kishe gjetë ti opingët? në Kruj. Ja more këtyre të shtëpisë? Jo, ore në dyqan. Dyqan I bleve. Shiteshin opinga, po shiteshin opinga, jo për qytet, shiteshin Po, opinga. për atje. Po. Çfarë janë opingat? Opingat janë legjend. Mi kishte rujt I shok, statë ma I shoku që tash, që ishte mi kishte rujt opingat deri në 2000 canë. Po pastaj I hodhi Pastaj më tha, ti ka mund opinga, ti të rast opinga, I thash se mi ke hudh, mi kishe thonë mu. I hudhat aty rujt. Shpjegoja pak fëmijëve çfarë janë opingat Mimoza. Prit, jemi te këpucët e abuqazimit. Po, kjo është historia. Do e kuptosh. Xhaxha I vjen sjell një libër anglisht me tregime. Kam pasi Xhaxha shumë romantik. Gjithë gratë e dojshin. Jo, O Sara Naleta, mos në rrit lutem. Po do ndërry se jam pjesë e dhomës, Po çalli ke, Po, më më dhëm koka mos e tani. shif. Po jo pra se s'është problemi me parë. Kisha një Xhaxha. Çdo majmos polemik. Ai që shkruante. Jo, ish tjetër. Kisha një Xhaxha që ishte sportist, romantike, donin gjitha gratë, po se martonin dot se kishin hallin e biografisë. E martoi drejtoresha, doli më e forta. Nejse. Më solli një libër me tregime kur shikojon këpucët e abuqazimit. Ishin anglisht. Ky abuqazimi ishte një ri varfër. Hajde shtriu këtu. Edhe kishte pas gjithë jetën një palë këpuc. Vuri shoje poshtë që t'i shpëtonte këto të shkreta këpuc, se s'kishte lek me blek këpuc të tjera. Më në fundi bëri lekët për këpuc, bleu këpuc të reja, edhe I veshi, I hodhi këto plera. Shkoj njëri ke plerat, ua tha këpucët e abuqazimit, shtun këtu, ta kja moja vuri ke dera. Bravo. U grim që puza mizeret. Po më persekutoj. Liti kap ato këpucët, I hodhin ferra. Shkoj njoni me kosit ato. Ferrat. Këpucë të abuqazimit! Kush I pas ka hodhë të shkreti? Tak ke dera. Qojnë mjes prap ty. Gjithë qef e këpucëreja me dalë. Bam! Prap këto. Meri, hudhë nur. Po shurës. Ishte njoni, s'kishte ku me flet, shkoj fleti po shurës. Vazhdon të tregimi, po çaj ishte. S'ngeli njëri Më para në fund vrau veten ky. Po. Vrau veten se nuk shpëtonte dot nga këpucët. Po kësi dishte dot I vitë flakë. Prit, vrau veten. Prit, tash është tjetra. Vinë që ta varrosin. Pas ka arë në një për mëshiri ka vesh këpucë të reja. Jo, do I vesh. Ty do varrosin dhe këpucët e veta. Ja, veshë këpucët e përsollë prap botën tjetër me këpucët e abuqazimit. Shumë e bukur. Shu dhe opingat e mia I Kush e kishte shkruajt këta po se man men. Se mbaj me çfarë. Shumë e bukur. Shumë Edhe se haroj sa të zdes të tregim këpucët e abuqazimit, se kjo është fati I robit. Edhe, kështu ishin po dhe opingat e mia, kisha vunja 2 shtresa se me ato I kalova 4 vjet. Mi rujti, mi kisha huve. Nejse. Opingat janë këpuc, shpjegojan që kindrit Sa të bukra. Dëgjoj, po I more vesh se qa janë opingat, hiken shkruaj porosita opinga. Janë të, do me thënë, kanë shumë shtresa sholli, lëkur sipër, nuk kanë litë safare, futet direkt koma, but, si pat litë, po janë të qepura gjitha me spango me dora. Janë super cool. Të ngrofta, atleta, janë dhe atleta, nuk janë... Janë dhe pak me majnë Tash sipër. imagjino unë njeriu si flitsha. Me pinga po. Pantallona cowboy. Flokët I prisje vetë. Flokët Të shkurtra që. E di që më tha njëri, që a I ndomte shumë, po s'na la biografia, pastaj I zjata flokët. 4 vjeta nuk I zjate flokët për mu, I zjatë për tjerë. Edhe, kurse pasaj, kur isha martuar që lyesha kështu, buzët, ishte njëri që, kam 2 veta që kanë lidhja me buzët. Njëri herë më kishe lënë takim me fshiun buzkuqin që të merrte vesh ku I kisha vijën e buzës. Tu bofsha, nuk do ta fshi buzkuqin për ty, tash do ta maj, ti s'ke për ta marrë vesh asnjëherë se ku e kam unë vijën e buzës. Kurse tjetri ka qenë Ilir Belliu, ma ka heq hakeri atë librin që kam shkruajtur për atë, po do ta rishkruaj se kam një kapitull që e kam. Ai tashtim kishte shumë xhan. E ma men çapo eti ka qenë? Shumë, fantastik. Liri. Po pse nuk flitet shumë për atë? Dhe nejse. Historia. Po unë atë kohë isha e dashuruar me buzkuqat.
Gjithë emrat e buskuqave I lexosha kështu nga kanë mbrapa, qenë me vetëm listë, buskuq Zha, blesha. siç janë sot Krem, në listë, gjëra tjera po. nga këto s'm duheshin Kush do fare, dalë, se kush do dalë në lam, skenë. buskuq vdisja. E kemi ta këngën di, që kena po, na bërë bashkë. tregove, po. Një buskuq që ka qenë fantastik ishte një vy, një koni. Po, As para, kemi as kënga dëgjuar. ato. Po të shikoni kemi mbrapa kënga ato. buskuqat, lexoni emrat, mlidhni, poezit më të bukura të botës mund Ashtu, të jenë nëpër nga buskuqa. buskuq. Po. Nejse. Kam folur Kena çik me bërë neve qatin. një këngë. Më ka qitë qati një 1000 emra buskuqash. Jam Kemi duke bërë punuar, po. dhe këngë buskuqe, një vy, një konë. E mame? Tash I subjektin e këtij librit e kam, do t'i bi shkurt, se libri do jeti pak më I gjatë, po do t'i bi shkurt. Po ema çfarë do ta Tash blej? si? Vje liri ke shtëpia ime. Vje liret. Po, se është lirë belliu. Lirë belliu. Edhe vje ke shtëpia ime, ne shtëpi e varfër kështu. O moza tha mua, dua të merrem me diçka, tha, po s'kam çfarë me çat merrem, tha, duhet të filloj një punë se vetëm me poezi nuk jetohet. Ka filluar zhurmuesi këtej. Ha, vazhdo ti vazhdo, po et. Vetëm Sara Karajci intereson. Hajde zemra, mos ngataroj emra të ndryshëm me Ilir Belliun, hajde. Ky mua s'di me çat merrem. Vallai Liri thash, unë nuk di se çat të them. Edhe sa I bukur tha që I ka ky buskuq jot, më tha mu. Po këto kam unë, I thash, vetëm buskuqin. Tha, të pëlqejnë buskuqat ty moza, më tha mua? Po, I thash, unë pëlqejnë buskuqat. Po mire, tha, e gjeta unë me që do merë, mund do shes buskuqa, më tha mu. Ua, I shkreti. Qysha I thash unë, po si gjete këti zanat kështu ti për direkt. Edhe se imagjinosha do të atë duke shit buskuqa. Kur më vje I dite, tak, hap dërën. Jo, ato mashe kuti, ke e bërë. Ato ka Gjithë më tha. Jyri, mu tha të dashuroj, tha të duaj shumë, tha, sa për ty mund të bëj gjithë shka. Po deshe ta jap gjithë pakën. Jo, Liri, thash unë, jo, zgjidh. Mora një buskuq të Lirit, Po. hiku ky. Po ky filloi me vërtet që ishte buskuq. Po, more, po, I papar. po, edhe, mora unë, thash birë none, të buskuqin e Lirit ke buzët, e kuptoti tash që bëhet? Thash unë e pas ke zgjidh. E pas ka gjetë rrugën. E pas ke zgjidh. Edhe tregimin e kam që kështu fillon tregimi, se nuk mund t'i shkruaj gjithë detajt, se do shkruaj për poezitë e tij, do shkruaj për këtë Besin Golenin. Po I ka shumë bukura poezita ai. Shumë. I ka fantastike. Po nuk para nifet si poet fare. Nëse më I shkreti. Historia Në gjatë. mënyrë çuditshme vdiq. S'ka gjë. Edhe e kam bërë këtë gruan që gjithë kortezhi që ka çu këtë po zbret nga varrezat, kjo me I fostan të bardhë dhe lyme me buskuq, ka marrë me vetë edhe buskuqa, edhe po shko po ja ve këtita, aty ke vend. Larg morti. Edhe thon, kaloj një kështu që jam mbush me atë buskuq. Shumë e bukur, shumë e bukur. Shumë, Faleminderit Moza. Ngjarjen më të çuditshme të dashurisë e kam kur isha duke dhënë mësim me një provincë. S'po e themi emrin. Po më qepet keq shumë nën drejtori. Që sikleti. I ditë s'kisha bo ditarin me erdi për kontrol. Klasa shkëlqyshëm. Dyshimi kryesor ishte se si nxënësit e katrave ke unë isha Merrshin shkollate. dieta. Jo 10, 7, 8. Ai s'di me fol, më thoshte mu, hajde shife. Edhe hapën gojën gjithë. I them unë kur dola, e pa kontrollin ai, doli shkëlqyshëm. I them unë sallë të mësuesve njërës. Ua! Nuk ashtu I thash unë. Kam arru. Kisha harru pa bërë ditarin. Ajo të spionoj direkt. Mi po menja ime, nuk e di se ditari ka që ishte. Po. Thash, po I fus 4-5 rjeshta, edhe u futa në klasë shpejt edhe I bëra, si kur ta disha. Wow, që intuite. Kur vje ky, në drejtori, ky thoshte hajde të pim një çajë, imagjino. Vje ky, tak, kjo. Ditari? Më tha mu. Pakun. Që ditari, tha? Ditarin, tha. Po ti ishe në mësimi, thash, tash I maroja. Hape. Frape, Angeli me gisht në Iku si kur kishe buka. Dhe isha të thoja. Mirë po tash I gjeti pikon e dobët. Mungesat. Ti nuk je rregullt, nuk ve Mbaj mungesat. mungesat. Mina. A ishte vërtet? Histori e vërtetë. Ja, tham ishte vërtet që s'mashë mungesët. Po tash I masha në mungesë, po e di sa vështirë ishte. Këtu emri, këtu kuadrati, ishin gjitha ato veta tash.
Kujtja Ti ku ora mësimi. 30 emra kuadrati këtej kuadrat, hik. Edhe kisha i çun. Ati do t'ja them emrin. Quaj Driton. Po gjë më të bukur në botë s'kam pa. Vishte gjithmonë i bluzë gri, se e dinte që syti kishte gri, perënduar, dhe faqet në ngjyrë pjeshke. Ishte i ri fare. Edhe më tha mua Britoni, erdhi kështu. Zyshta, mungesa tha do t'i marron tha çdo orë. Mos u bë merak fare, ti vazhdo. Ti kishe mendjen të mësimi. Sa dilte regjistri, ky mi herë. Tak, gjitha ishin rregull. Ai ishte fantastik Britoni. Edhe nejse. E merr vesh ky. Ishte fut spiona. O zoti më. Hajde këtu ke unë. Masanej, mas i mbonte kështu, provokonte. Tonte për çaj. Dalim të pim një çaj. Hajde këtu ke unë, po. Nuk është shkrimiot. O zoti më. Që ato Si është puna, bë? Jo, po deshe, po e mohove të bëj dhe analizë shkrimë dhe të Edhe. Ka një gratë që Jam i sinqert, unë nuk e disha që duhet pa tjetër, unë do t'i bëj unë. Filloj unë. Që qaminone, hikon 20 minuta, 20 minuta, unë s'lisha do të emrat me kutijat, me këto, u bo aty, u doj gjora parë. Thash, ma dhjo mësimin kë. Vje Dritoni prapë. Zyshta. Unë kam përgatitur një fletore matematike me kuadrata me gjithë emrat. Që ti Unë i vej kopjosh. mungesa të rrjeshta, ti vetëm do t'i kopjosh 2 minuta. Qa gjika. Gjeni fare. Pas ka maru për ti. Jashtëzakonshme.